Është një nder dhe privilegj i veçantë që në emër të komandar jugor ju përshëndes në këtë ceremoni kushtuar 100 vjetorit të krijimit të forcës detare shqiptare. Një shekull shërbimi, sakrifice dhe përkushtimi ndaj dheut. Forca detare ka qenë dhe mbetet një shtyllë e rëndësishme e mbrojtjes së sovranitetit, integritetit territorial dhe interesave kombëtare detare të Republikës së Shqipërisë. Gjatë këtyre 100 viteve, breza marinarësh kanë shërbyer me nder, profesionalizëm dhe devotshmëri, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Ky përvjetor është një moment reflektimi dhe mirënjohje për veteranët tanë, për ata që hodhën themelet e forcës tonë detare, por edhe një moment përgjegjësie për ne sot që të vazhdojmë rrugën e modernizimit, të rritjes së kapaciteteve tona operacionale, të forcimit të bashkëpunimit me institucionet vendore, me institucionet akademike dhe partnerët tanë strategjik. Distrikti detar jugor mbetet i angazhuar për garantimin e sigurisë tonë detare, mbështetjen e komunitetit dhe përmbushjen me përkushtim të misioneve kombëtare dhe ndërkombëtare në përputhje me standardet e NATO-s dhe vizionin afatgjatë të forcave të armatosura. Në këtë ditë të veçantë, duke nderuar simbolikisht figurën e marinarit të Shqipërisë, ne nderojmë çdo oficer, çdo nënoficer, çdo detar që ka shërbyer dhe shërben sot në flamuri kombëtar. Ju falenderoj për praninë dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme ndaj forcës tonë detare, gëzuar 100 vjetorin e krijimit të forcës tonë detare